Hetimet për kryetarin e Bashkisë së Tiranës Erion Velia dhe bashkëshortin e tij Ajola Xoxa kanë çuar hetuesit e posaçëm në Fier për të mbledhur prova mbi një tender. Përfaqësuesit e akuzës në informacionin ndërmujor ndaj dosjes kanë listuar disa gjetje të marra nga hetimi për këtë rast. Në dosje shkruhet mbi një projekt me vlerën 24.000 euro në emër të personave të tjerë, por që parat kanë përfunduar tek OJF e menaxhuara nga Xoxa. Në aktet e SPAK rezultojnë se administruar një bisedë ku ekonomisja Adela Kondakqiu i kërkon shefes së saj Ajola Xoxa për të proceduar ose jo me faturën që lidhet me kontratën e fituar nga IT në Bashkinë e Fierit dhe i dërguar në formatin PDF një kopje të aktit. Nga ana e saj, shtetëse Ajola Xoxa e pyet nëse në kontratë parashikohet e gjithë vlera apo do të paguhen në dy këste. Një tjetër provë re hetimore është shtuar së fundmi në informacionin ndërmujor dhe ka të bëjë me komunikimin që Velia ka pasur me disa persona nga telefoni i një prej punonjësve të policisë së Burgjeve. Prokuroria ka administruar të dhëna shtesë mbi telefonatën që kryetari i Bashkisë së Tiranës ka kryer, për të cilin i është komunikuar dhe vepra penale e futjes së sëndeve të ndaluara në qëllime paraburgimit. Këto dy prova janë lexuar nga ana e avokatëve të kryetarit të Bashkisë së Tiranës, ndërsa me datën 23 prill ata do të bëjnë kundërshtimet e tyre si dhe do të kërkojnë zëvendësimin e masës sigurisë. Velia i prej 10 shkurtit po mbahet në qeli ndërsa ka humbur 2 shkallë të gjyqësorit. Kujtojmë që kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Velia, akuzohet për veprën penale të korrupsionit pasiv të funksionarëve të lartë shtetëror ose të zgjedhurve vendor në 9 raste, si dhe pastrim të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale. Bashkë me të, në dosje rezulton dhe bashkëshortja e tij Ajola Xoxa, si dhe 5 biznesmen.